97.8 meshkuj për 100 femra, ka sot në vendin tonë, sipas të dhënave zyrtare të Instat lidhur me raportin gjinor në Shqipëri. Një raport pothuajse i balancuar, me ndryshime të vogla krahasuar me vitet e mëparshme, pasi në vitin 2024 raporti ishte 98.1 burra për 100 gra. 2 vite më parë, në vitin 2023, të dhënat nga censusi i popullsisë treguan se në Shqipëri kishte afërsisht 1.36 milion burra dhe 1.39 milion gra. Kjo përkthehet në një raport prej 102 gra për çdo 100 burra, që do të thotë se kishte rreth 2% më shumë gra se sa burra. Nëse e krahasojmë me Bashkimin Evropian, më 1 janar 2023 në Bashkimin Evropian kishte 229 milion gra dhe 219 milion burra. Kjo korrespondon me një raport prej 104.6 gra për 100 burra, që do të thotë se kishte 4.6% më shumë gra se sa burra. Sa i përket Shqipërisë, të dhënat e Eurostatit tregojnë se gjatë 2 dekadave të fundit, Shqipëria renditet ndër vendet evropiane me rritjen më të lartë të raportit gjinor në favor të grave. Ajo çka vije të re ndër vite është se edhe pse në norma të qëndrueshme, raporti meshkujve dhe femrave në vendin ton po shfaq ulje nga viti në vit. Kjo mund të jetë si pasojë disa faktorëve, si ulja e lindshmërisë dhe emigrimi i gjinisë mashkullore.